po ashtu edhe pa kthehna pak në Damask. E din se sufit nuk e kanë pas fortësi të mirë që Albanës, nuk e pas simpati. Mirë po, drejtori i shkollës na mbledhi me një sallë plot, krejt. Ndryshëm aty. Tha, këtu po sjellë, tha, në këtë institut, tha, po sjellën do muhabete se Sheh Albani ka pru fe të re. Tha, ku e shifni se ka pru fe të re? Tha, unë i kam, tha, libra atë ati. Merrni, lexoni, unë i kam rraf, tha, libra atë ati. Merrni dhe lexoni. Çka ka në ato libra? Përpos, ka thonë Allahu, ka thonë i dërguar Allahut, ka thonë ulemat, krejtë i ka përmbledh çka kanë thonë të parët tonë. Kjo është ngjashme me atë historinë e librit të Sheikhut Imamit Muhammad ibn Abdul Wahhabit, kur e kanë dërguar një libër pa kopertinë. Kopertina, pa. E ka thonë, ai që ka qenë, domethënë, kritikuesi më i madh i tij, ka thonë, ky libër duket sikur libri i Imam Buhariut, se me hadithe i fillon edhe kapitujt, po, kur i ka treguar asaj është befasu edhe. Dhe ka kthi pastaj ka bë dua. Pa prej sulmuesit kryesor ka po përkrahas si kryesor. E ky drejtori. Kjo është ndoshta hoç problemi i njerëzve sot. Pa e lexuar, dëgjojnë ndonjë thashë theme, ndonjë, domethënë, po edhe përçojnë. Edhe e përçojnë pastaj. Ki tha, hadithi pejgamberit është i qartë, faqet në breve, ku thotë kefa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Mjafton njeriu gënjeshtër nëse e transmeton apo e përçon më tutja çka çdo gjë që dëgjon. E ki tha drejtori, këtu i than studentëve, tha, ai e kanë gjallë diçka që e keni vdekur ju, e keni varrosur ju, edhe. Ki e kanë gjallë, domethënë sipas librave, librat i ka të gjallë, domethënë lexoni, shikoni. Edhe ki profesori, pasi i tha këto fjalë, Jordan tash, jo, tha, flet për Sheh Albanin kundër aq që se njeh. Po, çfarë? Aq që se ne, domethënë ai ishte tjetër drejtim, mirë po e thot vërtetën. Kjo është